Çdo njeri në jetën e tij ka sharë dhe ka fyer dikënd. Edhe ka shpifur e ka përgojuar dikënd. Dhe kjo e bën njeriu që të jeton në një stres, sepse haron se kujt i ka shpif dhe kujt i ka përgoju, apo edhe kënd e ka shah. Dhe njeriu duke jetuar me këtë stres frigohet që mos t'i humb sevapet, shpërblimet që i ka tek Allahu Azza wa Jall dhe mos t'u merr në kompenzim gjunahet dhe mëkatet e njerëzve të tjerë që ju ka shpifur dhe i ka përgojuar në një rast. Dhe njeriu duke jetuar me këtë stres kërkon një zgjidhje apo. Duke kërkuar një zgjidhje, u tregoj një lutje të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse e bëni këtë lutje, momentin kur dëshironi të shkoni dhe të bini të fleni, bëjeni këtë lutje dhe me shpresë tek Allahu Azza wa Jall që këto mëkate të cilat i keni bërë, Allahu Azza wa Jall do t'ua fal. Lutja është kështu si vjen. Allahumma innama ana basharun aghdabu kama yaghdabu al-bashar fa ayyuma muslimin sababtuhu aw la'antuhu wa laysa lidhalika bi ahlin faj'al lahu dhalika salatan wa zakatan wa qurbatan tuqarribuhu ilayka yawm al-qiyamah. O Allah, unë jam njeri, zemrohem ashtu siç zemrohen njerëzit. Çdo muslimani që i kam shpif, i kam përgoju, apo e kam mallku me diçka dhe jam bash kaktar që atë dëshproj, dhe unë ndoshta nuk e di, ndoshta e kam bë pa vedije. O Allah, bëja këtë si lutje dhe si afrim tek ti në ditën e gjykimit. Nëse e bën këtë lutje, ti jesh i bindur se kjo është lutje profetike tek Allahu Azza wa Jall, do të jesh i pastruar. Andaj mos e haro këtë lutje dhe memorizoje në mendjen tënde që të jetë për ty tek Allahu Azza wa Jall si një lloj forme që do të shpoton nga këto fjalë, nga këto shpifje, nga këto fyerje, nga këto mallkime që u ka bërë njerëzve.